Mëngjesi, do fillim direkt sepse dua ta mbaj këtë video. Sot është ky live i paparashikuar dhe dua që të kem mundësi që të komunikoj një mesazh që doja ta ndaja me video, por vendosa ta bëja live. Mirëmëngjesi Valbona. Mirëmëngjesi të gjithëve. Si e Elisa, përshëndetje. Faleminderit që jeni këtu dhe faleminderit që bëheni pjesë e live-eve që mbaj, edhe pse janë të paparashikuar, sepse jemi në orare të ndryshme. Atëherë, ky live ka të bëjë pikërisht me një mesazh që unë mendova ta ndaja me video, por vendosa ta mbaja live sepse ata që janë live arrin që të lidhen me energjinë që unë dua që të shpërndaj në këtë faqe dhe pikërisht kjo është qëllimi i kësaj faqe. Atëherë, le të fillojmë. Për sa i përket një elementi që ne shpeshherë e harrojmë. Çdo ditë më shumë kërkohet nga ne që të jemi vetvetja. Çdo ditë më shumë që kompjuterat, AI, robotat po hinë në fuqi, ne duhet kalojmë nga esenci që të jemi perfekt dhe duhet kalojmë tek esenci tjetër që të jemi vetvetja. Pra, çelësi kryesor që do na diferencoj nga të gjitha këto gjëra artificiale, nga këto gjëra që janë duke futur akoma dhe më tepër në tregun e përditshmërisë tonë, mund të them, sepse ne harrojmë faktin që një gjë që na ndan nga kjo teknologji e zhvilluar dhe aq më tepër nga robotat që tashmë janë kthyer njësoj si njerëzit, që kanë aftësi të flasin, kanë aftësi të arsyetojnë, kanë aftësi që të përdorin informacionet tona që ne mund të kemi ndarë online, por tani i përdorin si një burim informacioni që të na japin përgjigje të ndryshme dhe kanë aftësi të bëjnë shumë gjëra në krahasim me shumë vite më përpara që ishin thjesht makina ose makineri ose kompjutera. Sot kanë arsye shumë të zhvilluar se sa më përpara. Por ajo që na diferencon ne, lind pyetja, ku qëndrojmë ne si njerëz, sepse e shikojmë që kjo teknologji po zhvillohet me një shpejtësi shumë të madhe, me shpejtësinë e erës, mund të themi, dhe ku ndodhemi ne? Lind pyetja, ku jemi ne? Çfarë jemi duke ofruar ne? Sepse ne nuk mund të konkurrojmë dot me robotat. Ne nuk mund t'ia dalim me fuqinë e arsyetimit kësaj teknologjie të zhvilluar edhe që do zhvillohet akoma dhe më shumë në vitet në vazhdim. Dhe pikërisht këtu lind ajo gjë që ne na kërkohet çdo ditë më shumë të jemi vetvetja. Çfarë do të thotë të jemi vetvetja? Të jemi vetvetja dhe të kemi lidhje shumë të fortë me zemrën tonë, sepse kompjuterat, robotat, AI që është shumë teknologji e zhvilluar sepse investohen miliona për të bërë një gjë të tillë, janë mekanik në kuptimin që nuk e përdorin zemrën e tyre. Të përshëndes edhe unë Era, faleminderit që je këtu. Dhe nuk kanë zemër. Ne kemi zemër, pra nuk kanë fuqinë e zemrës që ne kemi në ndryshim nga këto AI. Dhe nëse ne gjatë gjithë kohës kërkojmë që me perfeksion ne të bëhemi më të fuqishëm se sa roboti, kjo është një luftë e humbur. Kjo është diçka që nuk do ndodhi asnjëherë, sepse përpikmëria se si vepron roboti është shumë më e lartë se sa ne si njerëz. Ne kemi zemër, ne kemi bashkë me zemrën kemi emocione, ne kemi aftësi të arsyetojmë, që është truri, por që kjo është e njëjta me robotin, dhe ne kemi aftësi të mendojmë mbi nivelet, pra të përdojmë imagjinatën tonë. Tani, kur flasim për pjesën e robotit dhe për pjesën tonë si njerëz që ka të bëjë pikërisht me aftësinë se sa jam unë e aftë të konkurroj me këtë teknologji të zhvilluar që po rritet akoma dhe më shumë, atëherë ne duhet të lidhemi më fuqishëm me zemrën tonë, me intuitën tonë, me aftësinë tonë për të vizualizuar gjërat dhe për të imagjinuar gjërat që ne duam të kemi në jetën tonë dhe me rritjen e lidhjes, sidomos femrat, që kemi të mitrës me zemrën, që është një sistemi i brendshëm dhe ka të bëjë pikërisht me diçka që robotët nuk e kanë, diçka që ne na jep shumë pluse kur lind pyetja. Lora, përshëndetje të gjithëve dhe faleminderit që jeni futur live në këtë momente. E di që është herët, është një live i paparashikuar, flasim pikërisht për ndryshimin e një live që ka të bëjë me robotat edhe me ne si njerëz. Sepse
Kemi vite që kemi menduar që të bëhemi perfekcionist, të bëhemi njësoj si robotat, të na bëjnë njësoj të njëjtë, të gjithë të jemi njësoj, të konkurrojmë me njëri tjetrin sepse mendojmë se ai ka më shumë talent, unë nuk kam. Të jemi në atë gjendje që gjatë gjithë kohës, çfarë është diçka që më mungon mua. Këto janë gjëra që tashmë nuk funksionojnë më. Dhe ne duhet të ndryshojmë, ne duhet të arsjetojmë faktin, pra të marrim një vendim dhe të jemi në gjendje të bëhemi të vetëdijshëm që tashmë është një kohë ndryshe. Edhe unë duhet të ndryshoj bashkë me kohën. Bashkë me faktin që robota po zhvillohen me përparësi, unë nuk mund të konkurroj më me aftësinë që t'i mbaj mend përmendesh të gjitha gjërat. Unë tashmë duhet të jem vetvetja. Unë duhet të jem ai person që nuk para 20 vitesh nuk më është dashur të jem, por sot duhet të jem vetvetja më shumë se sa kurrë. Për këtë arsye, nuk kërkohet më perfekcion, sepse perfekcionin e jep kompjuteri, e jep roboti, e jep app të ndryshme që kanë aftësi të thonë çdo gjë. Ajo që kërkohet nga ti është kjo drita e brendshme, që ka të bëjë pikërisht me dritën dhe fuqinë tënde të brendshme, që është një dritë totalisht unike. Ne jemi të njëjtë në mënyrën se si trupi funksionon. Ne jemi të njëjtë në mënyrën se nuk po qëndron kjo, një sekond, se po ngjis këtu që të qëndroj. Ne jemi të njëjtë në mënyrën se si trupi funksionon, energjia e trupit funksionon, por niveli i energjisë që ne jemi në gjendje të mbajmë në trupin ton është komplet e ndryshme nga njëri tjetri. Në mënyra se si ne jemi në gjendje të vizualizojmë shumë gjëra është e ndryshme nga njëri tjetri. Aftësia jonë që të shikojmë gjëra me filtra të ndryshëm, pra ne mund të shikojmë të njëjtën gjë, por unë e perceptoj ndryshe, ti e percepton ndryshe. Kjo është një aftësi komplet unike dhe komplet e veçantë që na bën ne të jemi në gjendje të perceptojmë botën me filtra komplet të ndryshëm. Po lind pyetja, kush e bën këtë gjë? Kush ta ka dhënë këtë aftësi që trupi të jetë e njëjtë, pra të funksionojë në formë të njëjtë, zemra, kemi të njëjtat organe, kemi të njëjtën mënyrë se si trupi funksionon, por kemi këto pikërisht filtri që është i ndryshëm. E kemi thënë edhe shumë live më përpara që filtri ka të bëjë me programimin. Pra, mënyra se si jemi programuar, por programimi nuk ndodh nga zero vetëm deri në 7 vjeç se kaq përfundon. Ne në çdo moment jemi duke programuar. Në çdo moment jemi duke marrë dhe përfituar gjëra të reja, por jemi dhe duke riprodhuar ato gjëra që kemi marrë nga programimi më parshëm. Tani lind pyetja, në momentin që ne na kërkohet, pra është koha që teknologjia po zhvillohet me fuqinë shumë të lartë, investime shumë të larta po bëhen në botën robotike. Në vendet e punës do vi dita që ne do punojmë me robot. Do shikoni gjëra që nuk i keni parë deri në këto momente dhe kjo është një gjë që na përgatisi që ne mos ta shikojmë veten më si diçka, si tamam si një gotë që e mbushim me gjëra që mendojmë se na duhet në atë kuptimin që unë duhet të shkoj në punë, unë duhet të bëj këtë gjë dhe mendojmë që gjatë gjithë kohës të bëjmë këto gjëra. E vërtet, na duhen lek dhe duhet të shkojmë në punë dhe duhet të punojmë. Por në të njëjtën kohë, ne duhet të reflektojmë veten tonë se si unë të jem vetvetja. Çfarë është diçka që mua më ka pëlqyer kur kam qenë e vogël? Çfarë është diçka që mua më jepte atë aftësinë që kur isha e vogël, që të ëndërroja të bëhesha kur të rritesha? Këto pyetje duhet të fillojmë të reflektojmë veten tonë, sepse kërkohet që të rilidhesh me zemrën tënde. Kërkohet më shumë se kurrë jo më të jesh perfekte dhe ti mbash mend gjërat perfekt, ose ti mbash mend gjërat përmendesh, ashtu si na kanë mësuar kur kemi qenë në universitet ose në gjimnaz ose në shkollat vjeçare. Tashmë kërkohet që ne, Gona përshëndetje, Lora përshëndetje. Tashmë kërkohet që ne të jemi ai person që kemi lindur. Ai person për atë qëllim që kemi lindur, për atë mision që kemi lindur, për atë gjë që ne na gëzon zemra, për atë gjë që unë me shpejtësinë më të madhe mund të lexoj libra, kur e kam në dorë atë libër që për atë fushë që më pëlqen, nuk po them sepse të gjithë ne kemi gjëra që na pëlqejnë komplet të ndryshme. Dhe kjo na bën ne që mos konkurrojmë më me njëri tjetrin, mos të jemi në atë gjendje që
Në qoftë se për shembull po e marr Blerta tani më qesë fut, mirëmëngjesi Blerta, më qesë fut në live. Tani unë të konkurroj me Blertën, me idenë se Blerta, në qoftë se unë nuk konkurroj me Blertën, Blerta do më marr vendin e punës. Nuk është më një realitet. Nuk funksionon më ashtu. Tashmë unë duhet të bashkëpunoj me Blertën. Unë duhet të jem në gjendje që të kem atë aftësinë që të shikoj cilësitë e Blertës janë komplet të ndryshme nga unë. Unë duhet të mësoj që Blerta ka një aftësi komplet unike që më plotëson mua dhe nuk më konkuron mua. Pra, në këtë pikë vedije duhet të arrim. Duhet të arrim në vedijen që unë nuk jam këtu për të harxuar jetën time që të konkurroj me Blertën ose me XY, nuk ka rëndësi, me çdo që është në jetën tonë. Sepse kur fillojmë futemi në këtë frekuencë, që është frekuenca e frikës, është frekuencë shumë e ulët dhe është në një botë, në këtë frekuencë ekziston bota që nuk është mjaftueshme. Pra, nuk jemi mjaftueshëm. Po ulem në karrige, nuk jemi mjaftueshëm. Dhe kur e bëjmë këtë gjë, ne harxojmë shumë nga vetja jonë. Harxojmë shumë nga ajo gjë që ne kemi lindur për të qenë vetvetja dhe harxojmë gjithë jetën duke konkuruar dhe jemi gjithë kohës në frekuencë të ulët. Duhet të dim që frekuenca është e ndryshme. Mirëmëngjesi Lindita. Mirëmëngjesi nga Greqia, thot Lindita. Përshëndetje Greqia. Jemi bërë një kudo që jetojmë tani në vende të ndryshme, por flasim shqip. Është diçka shumë e bukur, pikërisht edhe kjo kohë. Unë jam pro pjesës e teknologjisë. Më ka pëlqyer gjithmonë, sepse unë mendoj se teknologjia ka një funksion shumë të rarë sot. Nëse ne jemi në gjendje ta përdorim për të mirën tonë, për të na plotësuar, jo për të na përfaqësuar. Kur e përdorim teknologjinë për të na përfaqësuar, atëherë ne kalojmë në atë gjendjen që ne nuk e njohim më veten tonë. Kur e përdorim teknologjinë për të na plotësuar, që të na japi atë mundësinë, për shembull, që unë të futem këtu live dhe të kem mundësi të komunikoj me juve, të kem mundësi të lidhem me ju nga vende të ndryshme të botës. Pra, një vajzë ishte nga Era, ishte nga në Amerikë, Blerta në një vend tjetër, vende nga më të ndryshme, sepse kjo është bota e teknologjisë që na ofron pikërisht këto robotët ose këto teknologji shumë e zhvilluar që jeton ndërmjet nesh sot. Prandaj, çdo ditë më shumë unë dua në veten tënde të kesh diçka të qartë. Çdo ditë më shumë kërkohet nga ti që ti jesh vetvetja. Çdo ditë më shumë kërkohet nga ti që të jesh në atë gjendje që të thuash çfarë mund të ofroj unë për këtë botë. Çfarë mund të ofroj dhe më pëlqen aq shumë sa që unë mund ta realizoj edhe pa u përgatitur fare. Për shembull, diçka që ti e ke pasion me gjithë shpirt, diçka që të jep aftësi që ti të flasësh edhe mos të përfundosh kurrë, sepse të pëlqen shumë të flasësh për ato gjëra. Diçka që të bën zemrën të gëzoj. Pse e them këtë që është shumë e domosdoshme të reflektojmë në këtë pjesë? Është shumë e domosdoshme sepse kur jemi në gjendje që të reflektojmë në këtë pjesë, ne jemi në gjendje të lidhemi me burimin e pafundësisë. Prandaj kjo faqja përpara e kishte emrin faqe unë jam pafundësi, sepse unë doja që të thoja që është një field ose është një fushë kuantike, që është fusha kuantike e pafundësisë. Dhe në fushën kuantike të pafundësisë, nëse ne jemi në gjendje të lidhemi me këtë fushë, ne jemi në gjendje që edhe pa bërë një ditë shkollë, ne jemi në gjendje të flasim për ato informacione, sepse është libraria e të gjithë botës. Këtë gjë, këtë aftësi e ka edhe roboti sot, por roboti e ka për këtë botë, në këtë tokë. E ka më shumë për frikrat e ndryshme, e ka më shumë për ato arsyetime që kemi dhënë ne. Ndërsa, ne si njerëz kemi një aftësi shumë më të lartë se sa kjo. Kush është kjo aftësi? Aftësia që të futemi në fushën kuantike, që është pikërisht fusha e Zotit, ajo që në të cilën ne jemi një. Ne nuk njihemi si njerëz aty. Ne jemi si një burim i vetëm. Dhe kur shkojmë në atë lloj energjie, ne ndihemi plot. Nuk na mungon gjë. Nuk jemi në frikë, jemi në bollëk, jetojmë ashtu si duam vetë, jetojmë nga aftësia jonë që të ofrojmë më të mirën këtu, jetojmë në shërbim të tjerëve, jetojmë duke i ndihmuar të tjerët dhe ku ka gjë më të bukur se të arrijmë në këtë pikë. Pra, të përdorim teknologjinë që ta shpërndajmë këtë informacion edhe me të tjerët. Nëse lind
në që se lind një pyetje që ka të bëj me këto që, tani, me qënë se kjo teknologji që është teknologjia e robotit ose AI që AI quhet në Shqip, se nuk e di si, po AI quhet edhe në Shqip, ashtu përkthehet ose përdoret në një farë mënyre. Në qoftë se unë këtë aftësi që e bën roboti nuk arrit dot ta bëj, sepse është me përpikmëri, është makineri, është në formën jo vetëm thjesht makineri, por ka arritur më të lartë sepse ka aftësi arsjetimi sot. Para 20 vitesh mund të ishte thjesht një makineri. Po tani prandaj kërkohet që ti të përdorësh zemrën më shumë se sa e ke përdorur deri sot. Por kërkohet çdo ditë më shumë që ti të përdorësh aftësinë tënde që të lidhesh me fushën kuantike, me fushën e pafundësisë, me atë ndjesi dhe me këtë fushë ne lidhemi duke u afruar më shumë me emocionet tona, me atë gjë që ne nganjëherë harrojmë se ato janë thjesht indikator ose sinjale që ne i friksohemi sinjaleve të emocioneve tona sepse ne nuk i njohim, por ato janë indikator që na japin ne atë mundësi që ne të lidhemi akoma dhe më tepër me zemrën fillimisht. Tani, një gjë duhet të kemi parasysh. Me zemrën ne lidhemi direkt kur reflektojmë në të kaluarën, për shembull në pjesën e fëmijërisë tonë, dhe jemi në atë ndjesinë që çfarë kam dashur unë, çfarë kam pëlqyer shumë kur kam qenë fëmijë, çfarë kam dashur të bëhem kur të rritem. Jo çfarë ka dashur prindrit të bëhem kur të rritem, por çfarë kam dashur unë vërtet të bëhem kur të rritem. Dhe kjo është ajo gjë kur ti reflekton me atë pjesë, atëherë ti mund të lidhesh direkt me burimin e pafundësisë, sepse është momenti që ne nuk duhet të përfundojmë asnjëherë së luajturi. Nëse e mbani mend të gjithë pa përjashtim, kur jemi të vegjël ne luajmë dhe nuk duam të kthehemi fare në shtëpi. Ashtu kemi bërë pjesave e madhe jona, kemi luajtur ditë e natë. Të njëjtin gjë duhet të bëjmë edhe kur të rritemi, që të kemi mundësi të lidhemi me burimin. Ne me burimin lidhemi kur bëjmë diçka duke luajtur. Kur futemi në valët gama që është vala e trurit tonë. Sepse kur luajmë, ne harrojmë logjikën dhe futemi në një botë që është bota ajo që është fusha kuantike, bota e pafundësisë. Dhe aty nuk ekzistojnë limite. Pavarësisht se vendit ku je duke jetuar, pavarësisht se shtetit ku je duke jetuar, qyteti ose fshati, nuk ka rëndësi. Kjo nuk është diferencë. Diferenca është aftësia jote që ti të lidhesh me zemrën tënde, me atë gjë që të bën ti unik. Kur e arrin ta bësh këtë gjë, ti fillon të lidhesh me atë gjë që ti të bën të luash çdo ditë, pra të krijosh gjëra të reja, të bësh gjëra të reja që si ke bërë përpara, të krijosh mundësi që të ndihmosh të tjerë të bëjnë të njëjtin gjë e me radhë. Kjo është ajo gjë që të bën ti të shkosh direkt te burimi. Aty do të vinë ide që nuk i bën askush tjetër. Nuk e nevojë të kopjosh nga të tjerët. Nuk e nevojë të kopjosh nga njerëz të tjerë të rrotull teje ose nga faqe të ndryshme ose nuk ke nevojë më, sepse ti je direkt te burimi. Është njësoj si dikush të më sjellë një gotë ujë mua në këtë momente, dhe kjo është ajo formë se si unë lidhem kur unë shkoj në një faqe tjetër që të kërkoj ide për shembull. Por kur unë mund të shkoj direkt te burimi, pse kam nevojë unë të shkoj që të më japi vetëm një gotë ujë? E njëjta gjë është. Ne kemi aftësi të shkojmë direkt te burimi, por kemi dhe aftësi që të marrim një gotë ujë nga dikush që na jep. Dhe kjo është gjë e mirë, se na rikujton se kush jemi. Nuk them, nuk është se është gabim, por ne duhet të punojmë me veten tonë që të jemi në gjendje të shkojmë direkt te burimi dhe të lidhemi me këtë fuqi, që është fuqia e pafundësisë. Aftësia jonë që të futemi në fushën kuantike ku informacionet vinë pa limit. Informacionet vinë njësoj si burimi i ujit. Rrjedhin, pa sforcim. Kur është e sforcuar, ajo nuk është fusha jonë, nuk është fusha ime. Unë duhet të shikoj diçka tjetër që të më lidh direkt me burimin. Kur është diçka që unë e bëj me zor, përpiqem me pahir, duhet të bëj edhe këtë gjë, unë duhet të bëj edhe këtë gjë, atëherë kjo është një shenjë që ti nuk je kësaj fushe. Pavarësisht se ti ke parë një vajzë tjetër në internet dhe të mendon se edhe ti mund ta bësh. Kur e bën me sforcim diçka, nuk është e jotja. Kur e bën diçka nga frika, nuk është e jotja. Kur e bën diçka nga
ajo kënaqësia që edhe pse nuk merr lek, ti ushqet zemrën tënde, ajo është e jotja, ajo është burimi. Ajo është burimi, shkon direkt në burim. Dhe kur ti ke aftësi që të lidhesh nga dashuria pa kushte, ajo është e jotja. Nuk është ajo tjetra që ti e sforcon, e detyron veten, e bën të vetes të ndihet keq. Je duke krahasuar veten me të tjerat. Mundohesh çdo ditë të përpiqesh pra të marrësh cakte. Jo. Kjo është njësoj si kur të marrim gotën thash, që të kemi mundësi që na jep dikush tjetër. Po, kjo është, unë mund ta pik të çajin, por unë mund të shkoj ose ujin, nëse do ishte ujë, por unë mund të shkoj direkt te burimi. Dhe kur shkon te burimi, është bollëk? Ma shkruani me komente. A është bollëk kur shkoj unë direkt te burimi apo kur pi një gotë ujë? Është bollëk. Është aftësia që të rjedhi. Aftësia që edhe pse sot nuk dihem mirë, unë sërish nesër do zgjohem dhe të bëj të njëjtin gjë dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Edhe pse sot unë nuk jam ndihem e plot, unë sërish nesër kam aftësi që të zgjohem me pasion dhe dëshirë për ta vazhduar. Pra, kur ndjekim diçka që është lindur për ne dhe është e jona, nuk ka sforcim, nuk ka detyrim. Nuk ka diçka që unë duhet ta bëj me patjetër, që mua të më jepet kjo mundësi. Por ti je njësoj qarkullon, rjedh, flow që quhet në anglisht. Pra, është njësi si rjedha e lumit. Njësoj. Dhe kur jemi në këto ndjesi, në ndjesit që unë jam duke vepruar nga natyra ime, atëherë ne fillojmë të afrohemi më afër intuitës tonë, ose burimit, ose asaj gjëje që mua më jep kënaqësi të ndihem vetvetja dhe të jem vetvetja. Kjo është gjithmonë diçka që na jepet të gjithëve dhe nuk është se e ka vetëm një. Njerëzit mendojnë nganjëherë se është talent. Jo, nuk është talent. Është qëllimi jot për të cilën ke ardhur në jetë. Është aftësia jote për të marrë oksigjen. Është aftësia jote për të medituar, është një formë meditimi, që edhe pse ti nuk mediton, je duke medituar. Është aftësia jote që ti të bësh, vendosesh, është njësoj si kur fut prizën në atë, pra në prizë, njësoj si kur lidhesh me atë burimin që është priza dhe ti ke aftësi që të kesh informacione që nuk i ke lexuar asnjëherë. Të kesh gjëra të cilat të duket e pa imagjinueshme përpara se ti mund ta thoje, por ti e thua. Të bësh gjëra që ti ndoshta përpara nuk e imagjinoje që do t'i bëje, por tashmë ti i bën, edhe pa nevojën që të bësh shumë gjëra, që të bësh shumë specializime. Dhe kjo është ajo që të tregohet që ti je duke me rrjedhën e ujit. Është njësoj si rrjedha e lumit ose ujvara. Pra ti nuk vepron në të kundërtën të ujvarës. Prandaj ne kur kemi sforcim, ne përpiqemi që të veprojmë në të kundërtën të ujvarës, pra të shkojmë nga pjesa e ujit poshtë të shkojmë lart. Kjo nuk është natyra jonë. Është e dikujt tjetër, po, dhe ti e shikon që ai personi tjetër është duke në rrjedhën e vet, dhe ti përpiqesh ta kopjosh dhe përpiqesh të bësh të njëjtë gjë, por je në rrjedhë të kundërt, sepse nuk është natyra jote. Prandaj duhet çdo ditë më shumë të hedhësh hapa për atë që të pëlqen ti jashtëzakonisht shumë. Qoftë edhe budallëk nëse është të shkruash, të pikturosh, të bësh gjëra që s'ekzistonin në mendjen tënde përpara, por ajo është një formë se si ti mund të vutesh në atë aksesin ose të lidhesh me burimin e jetës. Burimi i jetës është pafundësi. Burimi i jetës ne kemi jetë jo vetëm tek njerëzit, kemi jetë tek bari, tek pemët, tek zojt, tek kafshët, tek çdo gjë. Pra, tek koshiencë, tek çdo gjë që ka koshiencë. Dhe ti je në gjendje të kuptosh edhe kafshët, edhe pemët si funksionojnë, edhe natyra se si funksionon, jo vetëm veten tënde, sepse kafshët dhe ne jetojmë në të njëjtën natyrë. Jetojmë në të njëjtën, pra jemi natyrë në thelb. Dhe kjo na bën, më falni, të pi pak ujë, kështu çaj. Edhe kjo na bën unik. Dhe kjo na bën që ne të jemi në gjendje të bashkëpunojmë. Më kuptoni? Të bashkëpunojmë, jo të konkurrojmë, të jemi në gjendje që të veprojmë, që të ndihmojmë njëri tjetrin. Më kaloj keq se fola shpejt. Do të flas shumë shpejt,
Një sekond, ti qoj më poshtë këto. Përshëndetje Keti, mirëmëngjesi. Entela, si të lidhemi me burimin? Entela, në qoftë se në momentin e parë ti nuk e di akoma si të lidhesh me burimin, atëherë duhet që të bësh diçka që të pëlqen. Nuk e di çfarë të pëlqen. Ma shkruaj më poshtë edhe unë të ta shpjegoj. Pra, nëse ti të pëlqen të ecësh në natyrë. Pra, ti ke qejf të meditosh, por nuk e bën dot meditimin. Po e marr si shembull. Meditimi është një formë që ti të lidhesh me burimin, ë? Është shumë efektive, sepse na jep në gjendje, na jep mundësinë që të ulim logjikën, nivelin e logjikës dhe të rrisim aftësinë e zemrës, pra të rrisim fuqinë e zemrës. Edhe kemi aftësi të lidhemi, por do pak durim. Kurse kemi bërë asnjëherë, trupi kërcënohet nga kjo gjë, sepse është diçka e panjohur. Por kur ne vazhdojmë që të meditojmë, edhe pse jemi përtac, edhe pse kemi atë idenë, unë kam punuar gjithë ditën, kush e bën meditimin sot. Por ti vazhdon të meditosh derisa të arrish të lidhesh me burimin që të jesh në paqe dhe të akses, t'ja heqësh logjikës atë ngarkesën që do të japi përgjigje pse 100 herë. Por kur ti lidhesh me burimin, mund të lidhesh edhe në forma të tjera. Nëse për shembull të pëlqen ecja, atëherë ti mund të shkosh në natyrë të ecësh. Kjo është një formë që funksionon për të gjithë. Për të gjithë pa përjashtim, se ne jemi natyrë, në thelbin ton, ne jemi natyrë. Dhe kur shkon në natyrë, do t'i jepja sugjerim për shembull, po e marr sikur e ti nëse mund të po ta jap si mund të lidhesh me burimin, ë? Kur shkon në natyrë, mundohu të jesh prezente, të shikosh kafshët aty që janë në natyrë. Kafshë ndoshta s'ka në Shqipëri shumë, po nuk e di në çfarë vendi jeton, por nuk ka rëndësi shumë kjo. Të shikosh kudo që je në natyrë, sepse natyra ti të duhet ajo natyrë që je duke jetuar sot. Ai vend që jeton sot, ai të duhet në këto momente. Nuk e nevojë për vend tjetër, sepse shumë vajza më thonë që këtu në Tiranë nuk ka bar. Okej, ti shko te liçeni, ka bar, ka ujë. Pra, nuk është justifikim që nuk ka bar, sepse ndoshta ti nuk të duhet bari në këto momente. Në këto momente të aftësisë tënde për të rritur, konscienca jote nuk të duhet bari, të duhet ajo natyrë me gure ose me gjëra që ndoshta nuk janë aq ideale, sepse ti e krahason me dikë tjetër, nuk janë ideale. Pra, ajo të duhet në këto momente, nuk të duhet një natyrë perfekte. Natyra perfekte nuk ekziston. Ekziston në vendet e tjera sepse janë gjatë gjithë kohës duke e bërë fallse, sepse nuk është 100% natyrale. Për shembull bari jashtë shtetit, kur shikojmë shumë gjelbërim. Por unë them që kudo që ti jesh, edhe në fshatin më të humbur të Shqipërisë, po e marr si shembull, ti të duhet ajo natyrë. Ajo natyrë, pra shko në natyrë dhe mundohu që ta largosh telefonin nga dora dhe të jesh në gjendje që të jesh prezente. Të shikosh lulet, të dëgjosh zojt, të dëgjosh cicërimat e tyre, të shikosh ngjyrat e zojve, të lidhesh me natyrën. Dhe nuk ke nevojë që të bësh diçka të madhe. Thjesht të ecësh në natyrë. Kjo është forma se si ti lidhesh me burimin. Kjo është forma. Ti mund ta bësh edhe pyetjen, çfarë është diçka që më pëlqen mua? Çfarë është diçka që unë do ta realizoja pa asnjë lloj vështirësie? Çfarë është diçka që mua më pëlqen të flas gjithë ditën? Çfarë janë ca libra që mua më pëlqen të lexojnë? Sepse kur ti lexon libra, ti ke në atë fushim që e lexon, sepse kur ti shkon në librari, ti e zgjedh librin ashtu si ti do. Nuk të thot dikush tjetër që ta zgjedhësh. Ajo është një formë se si të tregohet se kjo është ajo fusha që ti të pëlqen. E kuptoni? Prita vendos edhe pak në një sekondë, ju lutem. Ta vendos edhe pak në karikim se s'kam shumë karikim. Kjo është ajo gjë që ti duhet të reflektosh. Duhet të reflektosh me veten tënde. Dhe kjo është forma, një nga format më të thjeshta të lidhjes me burimin. Një nga format më të thjeshta. Nuk ka formë më të thjeshtë se sa kjo. Dhe kjo më ka shërbyer mua, prandaj e them nga eksperjenca. Nuk po ju them këtu diçka që nuk e kam bërë vetë. Ju them diçka që e kam realizuar vetë. Atëherë, po ju jap edhe me shembull. Kur kam ardhur këtu në Australi, ishte momenti që unë trurim gjatë gjithë kohës krahasonte Shqipëri, Australi dhe shikoja, nuk më pëlqente asgjë. Këtu, ku isha. Asnjë. Pra më ishin ndërsuar syt komplet, sidomos vitin e parë. Dhe ishte momenti që unë ndjeva si e humbur. Unë ndjeva sikur nuk asnjë gjë s'më bënte përshtypje, asnjë gjë ishte. Domethënë çdo gjë më dukej bardhëzi, pa asnjë lloj ngjyre. Tani, i shikoja vendet, kishte edhe vendet bukura, po kishte edhe vendet e shëmtuara, si në çdo vend të botës. Edhe në Shqipëri është e njëjta gjë. Ndryshimi i Australisë me Shqipërinë është fakti se Shqipëria i ka natyrale bukurinë,
Ndërsa Australia ka dhe Australia natyrale, por në vendin që ne jetojmë janë më shumë artificiale, të bërë nga dora e njerëzit. Dhe këtë gjë truri im e krahasonte, gjatë gjithë kohës ishte në krahasim. Dhe gjëja që më bëri mua të shkëputesha, truri im analitik, pra ne duhet të shkëputemi nga bimendimet, është që të ecja në natyrë, të filloja të ecja në natyrë, sepse në atë periudhë ulesha të meditoja, nuk isha durim të meditoja. Nuk isha durim që të qëndroja në një vend. Kjo është një gjë tjetër sepse duhet punohen me disiplinën tonë. Por ishte momenti që unë zgjodha atë gjë që unë doja ta bëja me kënaqësi, që e bëja me kënaqësi në ato momente. Dhe thash vetes, çfarë është diçka që unë e bëj me kënaqësi? Të ecuri në natyrë dhe vendosa që të ecja çdo ditë. Vendosa të ecja në çdo ditë, por në të kohë vendosa që të filloja të thoja me veten që do shikoj 5 gjëra të bukura që shikoj në natyrë. Dhe fillova të fokusohesha te lulet. Këtu ka shumë lule në natyrë, në çdo muaj të vitit. Nuk ka, sepse këtu është një klim tropikale. Disa lule janë në mars, disa lule janë në prill, disa lule janë në qershor, disa lule. Pra, pemët kanë gjelbrim që gjithë kohës. Por më përpara unë nuk i shikoja këto gjëra, edhe pse ato ekzistonin. Lulet ekzistonin kudo, por unë isha fokusuar te truri analitik, tek ato gjërat që kanë të bëjë me gjëra që çfarë më mungon nga Shqipëria. Dhe çdo gjë që kisha në Australi nuk më pëlqente. 0-0 nuk më pëlqente, më shikoja si bardhëzi, shikoja largësinë që jemi larg, jetojmë larg. Shikoja që më mungonte familja, shikoja që nuk kisha më shoqërinë time, se kur kam marrë këtu kam marrë një moshë të madhe, që ishte mosha 29-30 vjeçe. Tani, shikoja të gjitha këto që më mungoni. Kisha bërë studime, kisha arritur nivel master, isha gati për doktoraturë. Dhe ato gjëra unë tani isha po filloja nga zero çdo gjë. Dhe këto gjëra truri, sepse truri do të jetoj në zonën e komfortit, nuk i pëlqen të jetoj në diçka të re. Dhe truri fillonte ta krahasonte çdo gjë. Shiko, ti nuk ke atë gjë. Shiko, ke këtë gjë, por nuk ke atë gjë. Shiko, sa vite ke harxuar vitin kur ke qenë e vogël, deri në përfundimin e studimeve, master e deri mora licencën e kisha, domethënë deri në atë nivel. Në momentin që unë e krahasoja, isha duke krahasuar veten me gjërat më që kisha bërë mirë në Shqipëri, por këtu tani nuk kam asgjë. Dhe isha fokusuar, pasi reflektova me veten, isha fokusuar në atë gjë që më mungonte. Nuk isha fokusuar në atë gjë që unë kisha. Pra isha larguar nga lidhja me zemrën. Sepse kur trupi lëviz, po ja them për juve që jetoni jashtë më shumë, se në Shqipëri ndoshta ju nuk i vëni re, sepse keni akoma jeni në zonën e komfortit, truri e ka krijuar një hartë dhe jeni në atë zonën që i dini vendet ku jetoni. Pra, e dini ku i bie qendra, ku është periferia, ku është Mali Dajtit, po them për Tiranën, ku është Kalaja në Gjirokastër, ku është Dibra, me radhë. Por kur jeti në një vend të huaj, ti je humbur komplet, se ti nuk e di ku bie asgjë. Është çdo gjë zero, fillon nga zeroa. Dhe tani, kjo është një gjë që jep trurit atë mundësi që ti mos ta shikosh realitetin ashtu siç duhet. Është çdo gjë kërcënim, sepse truri jot është tani i madh dhe ti nuk je programuar për këtë realitet të ri. Dhe kjo është një kërcënim që truri e bën që ti të kthesh sërish te zona që ishe përpara, te zona e komfortit, te vendi që ishe përpara, te vendi që je rritur, te vendi që truri jon ka të njohur. Dhe këtu fillon ajo rezistenca, fillon një rezistencë shumë e fuqishme ndërmjet trurit dhe zemrës, dhe ti largohesh nga zemra jote dhe funksionon vetëm nga truri. Kur fokusohemi vetëm nga truri dhe funksionojmë vetëm nga truri, ne shkëputemi nga burimi i jetës. Ne izolohemi, nuk duam të takojmë njeri, bota na duket bardhëzi, jemi me frikra, jemi më shumë duke notuar në realitetin e mungesës, jo të bollokut. Jemi gjatë gjithë kohës në atë aftësinë që të thuash çfarë nuk shkon mirë me mua. Fillojnë marrëdhëniet, probleme në marrëdhënie me njerëzit që të rrethojnë. Fillojnë probleme në marrëdhënie me punën që punon. Fillojnë probleme me fëmijët e tu. Pra të gjitha këto për shkak, sepse të thuhet nga universi që ti je larguar ose nga Zoti, po them se tani njerëzit kanë dhe besime të ndryshme, nuk po nga burimi i Zotit. Po them universi sepse është kjo që jeton në këtë univers, nga Zoti. Atëherë, Zoti, universi po të thotë që ti po largohesh nga burimi i jetës. Dhe kur largohemi nga burimi i jetës, ne shkëputemi nga zemra. Zemra është ajo gjë që na lidh me burimin e jetës.
Prandaj kur funksioni i zemrës përfundon së jetuari ose së funksionuari, ne largohemi nga jeta. Pse? Sepse është poltroni ku qëndron shpirti. Në zemër qëndron poltroni i shpirtit ose shpirti jon. Dhe në momentin që ne largohemi nga zemra, ne shkojmë në mendje. Mendja do që të na mbajë të sigurt. Mendja do që ne të jemi mos të vdesim, të jemi në jetë gjatë gjithë kohës, mos të kërcënohemi nga gjërat e reja. Fakti që nuk dim asgjë për realitetin që do jetojmë tashmë na duket e frikshme, sepse tashmë ti je 20 vjeçë, 30 vjeçë dhe je në një vend të ri. Ndërkohë që ti duhet lindësh në një vend që ti mësosh nga zero derisa vete 20 vjeçë. Çfarë do të thotë? Të gjitha këto bëhen kërcënim për trurin. Dhe truri rezervon ose trupi rezervon energjinë e vet. E gjitha energjia rezervohet në një pikë. Kush është rezervimi? Rezervohet që të mbajë të sigurt. Dhe gjatë gjithë kohës ne kur futemi në këtë botë, që është bota e mendjes, e trurit, atëherë ne izolohemi totalisht nga zemra dhe shkëputet zemra Më dëgjoni? Pra, shkëputet zemra nga truri. Dhe kur jemi në këtë gjendje, jemi në Më dëgjoni? Djegja mungesës të së afërme. Po, Lume, e ke përjetuar kur jeton jashtë, e sigurt. Selvete, përshëndetje. Mirëmëngjesi, unë lidhem me energjinë e ujin se si qarkullon. Sa bukur është kjo, Lume, si lidesh? Domethënë dëgjon zhurmën, si lidesh? Si është forma e lidhjes me ujin, sepse uji është forma më e pastër që ne të lidhemi me burimin e jetës. Na tregon shembull gjatë gjithë kohës se sa e rëndësishme është që të lidhemi me burimin e jetës. Po, më pëlqen të punoj dhe të udhtoj. Kjo është forma jote se si ti lidhesh me burimin, Zhaneta. Tjetër, si thot, kemi mënyra nga më të ndryshme të lidhjes me burimin, sepse jemi të ndryshëm nga ajo që na pëlqen. Sepse nuk ka njerëz të njëjtë nga mënyra që çfarë na pëlqen. Ne mund të na pëlqejë një njëjta gjë, por mënyra se si do të realizojmë këtë gjë është komplet e ndryshme. Dhe këtu fillojmë që ne të jemi në bashkëpunim me njëri tjetrin. Pikërisht po thoja për pjesën kur ne largohemi nga burimi i jetës. Ne fillojmë të lidhemi dhe gjithë kohës jemi duke kontrolluar çdo gjë kur jemi në truri. Jemi duke të kontrolluar çdo gjë, edhe gjë më të vogël, ne duam ta kontrollojmë. Pse duam ta kontrollojmë? Se jemi futur në frikën. Jemi duke notuar nga frika, jo nga dashuria. Dashuria është niveli më i lartë i çdo gjëje, energjia më e lartë që ekziston në këtë planet. Por kur unë qarkulloj nga frika, kur unë notoj në ujërat e frikës, atë unë harroj çfarë është dashuria. Unë e harroj atë gjë që mua më mban në jetë. Unë e harroj që kam një fuqi shumë të lartë se sa ajo që jetoj në këto momente. Se kjo është forma se si truri të bën që ti të mbijetosh. Qarkullimi i ujit në përshkëmbim e krijon rrjedhën. Po, kjo është një formë që të tregohet pavarësisht vështirësive, pengesave, shkëmbimit, uji sërish qarkullon. Dhe ti ke aftësi që të lidhesh të shkosh në det, në ujin e detit. Faleminderit, më duhet të largohem për në punë. Të uroj ditë sa më të bukur, Zhaneta, dhe kalosh sa më bukur. Dhe kjo është ajo gjë që ne të kuptojmë se të gjithë i thonë depresion kur futem që funksionon nga truri. Kësaj ne i kemi dhënë një emërtim të frikshëm. Emërtimi i depresionit. Emërtimi që ne të luftojmë me këtë realitet kur jemi futur totalisht në trur. Dhe këtu fillon një gjë tjetër që na kanë programuar sot, të kemi frikë depresioni. Depresioni është shoku jon më i ngushtë. Është ai që na tregon që ti po largohesh nga burimi. Është ai që na tregon që ti po izolohesh. Është ai që na tregon që ti po e harron se çfarë është jeta. Është ai që po na tregon që ti po e shikon botën bardhëzi.
Por realiteti është kjo sot. Ne përballim me një realitet tjetër. Më parë ishim një realitet tjetër që nuk e dinim fare për depresionin, se nuk flitet asnjëherë në Shqipëri për depresionin. Sot të gjithë flasin për depresionin, edhe për shqetësimin më të vogël që mund të kesh, edhe për atë frikën më të vogël që mund të kesh, ti e vendos emërtimin depresion. Dhe kur e bën këtë gjë, nuk bën asgjë tjetër, por i thua, jep mesazh trurit tënd, që ti më frikson. Ti do që të më futesh në depresion dhe ti fillon të luftosh me trurin tënd. Futesh në atë gjë që është ndryshe, iluzion. Iluzioni nuk është asgjë tjetër, veç se diçka e krijuar nga mendja për shkak të luftës që ti bën me mendjen tënde, me trurin tënd. Dhe kur e bën këtë gjë për një kohë të gjatë, për 3-4 vjet, ajo kthehet në kronike, kthehet në trup, në ndjesi, ti ke djersitje, mund të kesh në fytyrë shprehje të ndryshme, ti mund të kesh në stomak dhimbje, mund të kesh pse ndodh kjo? Sepse burimi i jetës do vazhdoj të thrasi. Ti nuk mund të qëndrosh shumë larg burimit të jetës. Nuk mund të jetojmë vetëm me mendje, nuk mund të jetojmë duke funksionuar vetëm nga truri, nuk mund të jetojmë vetëm duke funksionuar vetëm nga logjika, sepse këtu në këtë realitet jetohet me imagjinat, jetohet me ligjin e dashurisë, prandaj jemi në jetë, jetohet nga ligji i koshiencës, jo i artificiales, ashtu si ju thash për robotat. Ato ekzistojnë, nuk them që nuk, por ne si qenie njerëzore, prandaj quhemi qenie njerëzore, pra njerëz. Kur largohet shpirti nga ne, nga trupi jon, ne nuk quhemi më qenie njerëzore, ne quhemi thjesht trup. Merre trupin dhe çoje atje te ai vendi. Kështu të thonë njerëzit kur dikush ka vdekur, ose ata doktorët, të thonë merre trupin dhe çoje te vendi. Pse? Sepse nuk jemi më qenie njerëzore. Njerëzor na bën burimi i jetës që kemi në brendësinë tonë, që është shpirti jon, që është extension ose zgjatim i Zotit. Pra, çfarë do të thotë? Më lodhi telefoni, më shkëput sërish. Nuk qëndron këtu, por nëse s'ka problem. Çfarë do të thotë kjo gjë? Do të thotë që ne duhet të bëhemi të vetëdijshëm për këtë gjë. Nuk është më momenti të kemi frikë depresionin, sepse depresionin nuk është aty që të na lëndoj, është aty të na ndihmoj që të kthehemi sërish te burimi i jetës. Është aty të na ndihmoj që të kthehemi sërish tek natyra jone e vërtet. Te natyra që të qëndrojmë në zemër, të afrohemi më afër me zemrën tonë, dhe të kthehemi dhe të jetojmë në burimin tonë të vërtet, që është burimi i pafundësisë. Prandaj, çfarë do të thoja? Dua që të lidheni me veten tuaj. Dua që të keni mundësi që të bëni diçka që të përpiqeni, edhe kur jeni në këtë gjendje, se kam qenë vetë në atë gjendje dhe di shumë mirë se sa e vërtet është, por edhe kur jeni në këtë gjendje të thoni, pse jo, le të shkojmë për ecje. Pse jo le të shkoj aty në këtë vend? Pse jo le të bëj këtë gjë? Pse jo le të bëj atë gjë? Pra, mos e izolo veten tënde. Lejoje veten të paktën minimumi, kur ndihesh në depresion. Që ti ke depresion dhe ti o bobora kiameti. Nuk bie kiameti kur kemi depresion. Depresioni vjen atje që të na thotë shkoj në natyrë. Depresioni vjen atje të thotë që ti jeton në mendje. Depresioni vjen atje që të thotë ti jeton e izoluar. Depresioni vjen atje të thotë që ti po shikon gjërat e këqija, më tepër se sa shikon gjërat e mira që ke përreth. Po të tregon që ti nuk je minjose për ato gjëra që ke në jetë në këtë momente. Po të thotë që ky realitet që jeton në këtë momente ti e ke krijuar dhe tani ti duhet të jesh falendëruese, jo gjykuese. Dhe këto janë sinjale, nuk janë gjëra që të na friksojnë. Janë sinjale që ne të kthehemi dhe të afrohemi me zemrën tonë, që ne të kthehemi dhe të afrohemi me të vërtetën tonë, që ne të kthehemi dhe të afrohemi me burimin e jetës, të kthehemi dhe të afrohemi te natyra jone e vërtet. Se kur fillojmë që ta njohim burimin e jetës, atëherë ti do mësosh edhe natyrën tënde të vërtet. Kjo është ajo gjë, dhe kjo natyra jote e vërtet është kjo gjë që të diferencon nga roboti, kjo gjë që të diferencon nga artificialja. Për 5 vite ti do ta bitesh nga teknologjia dhe zhvillimi i teknologjisë. Prandaj, këto 5 vite afrohu më tepër me burimin e jetës tënde, me natyrën tënde. Nëse nuk e di se kush është natyra jote, se secili ka gjëra të ndryshme, më çfarë i pëlqen, nuk ka rëndësi shumë. Mos e logjiko kush është. Se kur e logjikon nuk e për të arritur. Por shko në natyrë
dhe ec, bëje ritual çdo ditë, disiplinë, shko çdo ditë. Kur e realizon këtë gjë, ti fillon të afrohesh dhe dal nga dal do njihesh me burimin tënd që të bën ti të gëzoj zemra nga lumturia. Dhe kur kjo lumturi vjen në zemrën tënde, ti do të thotë që je rilidhur me këtë burim. Ndiqe atë zë, ndiqe ato hapa. Fillo të bësh gjëra konkrete, fillo të hapësh diçka që të pëlqen, fillo të lidhesh akoma më tepër me burimin, fillo të bësh gjëra aktive që të bëjnë ti të ndjekësh zërin e zemrës. Dhe këtu fillon që ti të funksionosh nga zemra dhe shkëputesh nga truri. Tani, lind pyetja, edhe njerëzit që funksionojnë nga zemra, edhe njerëzit që funksionojnë nga truri, jetojnë në një të realitet. Njerëzit që funksionojnë nga truri mund të thonë që unë këto i kam budallë që po them këtu. Por ata që funksionojnë nga zemra e din shumë mirë, sepse burimi i fusha kuantike është e njëjta ndjesi. E din shumë mirë që këto gjëra janë të vërteta. Ato që funksionojnë nga truri dyshojnë në këto gjëra që unë them. Po të funksionoja nga truri, këto informacione unë do kisha një letër përpara dhe do t'i lexoja. Po këto informacione vijnë direkt nga burimi i jetës. Dhe për mua kjo është forma e meditimit. Kjo është forma se unë lidhe me fushën kuantike. Kjo është forma që unë nuk përgatitem për këto live që bëj. Unë vjen thjesht si ide dhe futem në live. Në ide që duhet të bësh këtë live. Dhe lidhem direkt me fuqinë krijuese. Me Zotin. Duhet të dini diçka. Zoti nuk është në qiell. Zoti është në zemrën tënde. Zoti të dëgjon çdo moment çfarë je duke thënë. Zoti e di shumë mirë se çfarë të pëlqen. Zoti e di shumë mirë, nuk do të thotë që ti tani të bësh diçka që të ka thënë feja, edhe ashtu lidhesh me Zotin. Zoti i vërtet ekziston brenda zemrës tënde, sepse është zgjatim i Zotit, ajo gjë që të mban ti në jetë. Pra, çfarë do të thotë kjo? Që ti në të njëjtën kohë, se është shumë e bukur, edhe është shumë që ne harrojmë ndonjëherë, se ne përpiqemi të aktrojmë, por realiteti është që Zoti të shikon 24 orë në 24. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që ti, jo vetëm ti e përjeton këtë ndjesi, që je duke jetuar në jetën tënde, por edhe Zoti në të njëjtën kohë. Edhe Zoti, por kur ti largohesh nga zemra, shpirti, Zoti ose vetja jote e lartë është në izoluar, sepse është diçka shumë delikat shpirti, është diçka shumë e pastër dhe nuk e pranon dot që të kontrollohet nga mendja. Sepse mendja mendon që ti do të mbajë të sigurt, por realiteti është që mendja të izolon, nuk të mban të sigurt, nuk të mban të sigurt. Dhe kur shkëputesh nga shpirti ose nga Zoti, ti shkëputesh nga burimi i jetës dhe fillon të funksionosh si ajo si pula pa kokë. Njësoj si pula pa kokë, kur theret pula, e keni vënë atë, e keni parë ndonjëherë si shem, patjetër që e keni parë. Po keni jetuar në fshat si puna ime për shembull, e keni parë, sepse gjysha kur i priste pulat. Çfarë do të thotë? Njësoj jemi edhe ne kur jemi të shkëputur nga zemra. Jemi njësoj si pula pa kokë. Dhe përpiqemi që të funksionojmë nga diçka që është diçka abstrakte, sepse trupi fillon pastaj të nxjerrë ato frikrat, sepse çdo gjë është në trupin tonë, në qelizat tona, dhe ne përpolitemi dhe përpiqemi të luftojmë me realitetin që jetojmë, jo të bashkëpunojmë. Ne duhet të bashkëpunojmë me zemrën tonë fillimisht, të njohim burimin e jetës dhe të fillojmë të veprojmë nga zemra. Kur fillojmë dhe veprojmë nga zemra, ne fillojmë që të hapim një botë që nuk ka ekzistuar më përpara në mendjen tonë. Dhe ku ka gjë më të bukur se sa kjo? Ku ka gjë më të bukur se sa kjo? Prandaj, mos u përpiq të jesh perfekte. Nuk kërkohet sot perfekcion. 20 vite më përpara po, ndoshta kërkohej perfekcion. Po sot e bën kompjuteri këtë gjë që ti kërkon të bësh perfekte. Ajo që kërkohet është çdo ditë më shumë që ti të jesh vetvetja. Ti të jesh ajo gjë që ti ke menduar të jesh. Edhe nuk duhet të jesh perfekte, që mos kesh asnjë rrugë që ti të bësh gjërat perfekte, ose mos të kesh asnjë dëm të prishur që ti të bësh jo. Largohuni nga falsiteti, largohuni nga fakti që unë duhet të jem perfekte deri ditën e fundit të jetës. Largohuni që unë nuk duhet të kem asnjë rrugë derisa të vdes. Edhe kur bën botox, kam parë njerëz këtu që janë 80 vjeç, në krahasim me mamin tim që s'ka bërë asnjëherë botox. Fytyra e mamit tim është 100 herë më e mirë se sa asaj që kishte bërë
gjithë jetën botox. Kështu që mos u afroni falsitetit, sepse falsiteti do të të çojë më shumë në falsitet. Falsiteti do të të çojë, për shembull, fillon me buzët. I bën buzët pastaj nuk të pëlqejnë më të vogla. Kërkon më të mëdha. Gjatë gjithë kohës kërkon ta bësh fytyrën edhe bëhesh falso dhe ti nuk qesh më. Pra të hiqen të gjitha ato shprehjet. Ua them me pastërti, kam parë njerëz që janë 80 vjeç që kanë për gjithë jetën e tyre botox, edhe ngjajnë 100 herë më plaka se sa mami im që s'ka bërë asnjëherë botox. Prandaj, ju lutem mos u futni në asaj bote, po dhe mund të futeni, por nuk çon shumë larg. Do ngjash më keq se sa ke ngjar pa botox. Kur ti je vetvetja dhe kur zgjedh vetveten si prioritet, ti lidhesh me burimin. Femrat si natyrë, po u them edhe një shembull tjetër. Femrat si natyrë, ne jemi të lidhura me burimin, sepse ne kemi në pjesën e periodave. Është një cikël, jemi gjatë gjithë kohës në burimin. Por fakti që bëhen reklama për botoxet, për gjëra artificiale, për çdo gjë, për gjokse të mëdha, që të ti dukesh joshëse të meshkujt, për gjëra që janë falso, kjo do të thotë, çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që ti të largon nga burimi. Pra, nuk është se të ndihmon, është duke të kthyer në robot, nuk është se duke të afruar te burimi. Nuk të bën bukuria që të afrosh të burimi, të bën e vërteta e zemrës tënde. Ajo është gjëja më e bukur që ekziston. Ajo është gjëja që funksionon edhe kur ti mos të kesh më shpirt, sepse shpirti jot është ajo gjë që vjen në jetë. Mos të kesh më jetë, se thash, mos të kesh më shpirt. Pra, shpirti jot. Kur ajo gjë që marrim nga kjo jetë është vetëm shpirti jon. Ne atë vim në jetë, edhe me atë largohemi nga kjo jetë. Prandaj zgjidh të afrohesh me burimin. Qëndro vetvetja, mos kërko të jesh perfekte, sepse nuk jetohet më në botën e perfeksionit, duke të robota pa asnjë rrugë, dhe ti nuk ke nevojë që ta luash atë rol më, dhe qëndro e vërtet në atë që thua me zërin tënd, e zemrën tënde, me atë që të pëlqen. Kur jemi të vërtet edhe të bësh gjërat më të këqija, ti ke bërë bashkë me Zotin këto gjërat e këqija. Çfarë do të thotë kjo? Edhe kur bën diçka që gabim, për shembull, që ti mund ta gjykosh veten, Zoti e di arsyen pse e ke bërë atë gabim, sepse është brenda teje. Kjo është ideja që duhet ta kuptoni, që kur je vetvetja, për shembull, edhe që mund të mërzitesh, të qash në sy të tjerëve, nuk është gabim, pavarësisht se ti do thuash që unë jam 30 vjeçë, si qava unë. Po, sepse ti nuk je robot dhe nuk duhet jesh perfekte. Kjo do të thotë që ti je lidhur me Zotin, edhe Zoti ka vendosur që në atë moment të përjetoj atë situatë që je duke përjetuar ashtu si e ke përjetuar. Prandaj mos gjyko asgjë nga vetja jote. Kur ti e ke realizuar nga zemra, ajo është gjëja që ka dashur Zoti të realizojë, jo ti. Nuk them tani për pjesën, sepse ka edhe njerëz, për shembull, që shkojnë në ekstreme. Ajo kalon është, ne nuk mund të bëjmë vrasje kur jemi duke funksionuar nga zemra. Ne nuk mund të bëjmë vjedhje kur jemi duke funksionuar nga zemra. Ne nuk mund të bëjmë gjëra të këqija kur jemi duke funksionuar nga zemra. Ne nuk mund të bëjmë gjëra të cilat janë gjëra të pashpirta kur jemi duke funksionuar nga zemra. Kur zemra mbyllet, kjo është gjëja e frikshme, se futemi në frekuencën me energji të ulët dhe aty funksionojmë nga truri. Aty ndodhin vrasjet, aty ndodhin vjedhjet, aty ndodhin plaçkitjet ose shkatrimet, aty ndodhin luftrat, do futesh në energjinë e luftës, do futesh në gjëra që do të ulin energjinë e trupit tënd dhe ti do përjetosh feri në tokë, ose atë që ne e quajmë gjëra më të frikshme. Aty ekziston vetëm frika, nuk ekziston dashuria, aty ka vetëm errësirë, nuk ka dritë. Prandaj kjo është ky live që unë doja të shpërndaja sot. Nëse je e re në këtë live, pasi ta publikoj videon në YouTube, edhe kur ta shikosh këtë video, nuk ka rëndësi shumë kur do shikohet, sepse nuk jam në shtëpi, nuk është se po ndjek në një hap që të shpërndajnë këto informacione të këtë gjithë në të njëjtën kohë, se jo të gjithë jemi gati, por dua kur e shikon këtë video, të më thuash që e pash sot për herë të parë, ose kur isha live, ina e pash live, dhe më thuaj diçka që mësove, më thuaj diçka që të bëri të reflektosh, më thuaj diçka që të kemi mundësi të lidhemi. Nuk jemi të panjohur më, jemi të njohur kur e shikon videon time, dhe dua që të kem mundësi që të lidhemi sa më shumë. Dua shumë shpejt të filloj meditimet live për faqen.
Deri në këtë moment nuk I kam realizuar për shkak se jemi në orare të ndryshme edhe fëmijët I kam pas shumë të vegjël. Por dua që të jem më aktive në faqen me meditime, që të keni mundësi që të lidhemi me burimin e jetës, të keni mundësi që të lidheni me vetveten. Nuk po them burimin e jetës, burimi I jetës është vetvetja. Është ajo gjë që të ka sjellë në jetë, është ajo gjë që e di arsyen pse je në jetë. Dhe në qoftë se jeni okay me këtë gjë, më shkruaj në koment, po jam gati që të fillojmë meditimet bashkë. Do t'i fillojmë në live në Instagram dhe më vonë do kemi mundësi që të bëjmë edhe shumë gjëra të tjera bashkë, që unë kam shumë qejf të jem fokusuar totalisht për këto gjëra dhe të sjell gjëra të bukura që do jenë komplet për juve. Dhe jam shumë e lumtur për këto gjëra sepse kam shumë gjëra që dua t'i bëj realitet. Në pjesën e rritjes së koshiencës së njerëzve dhe në lidhjen që ju duhet të keni me veten tuaj. Kur e keni këtë lidhje me veten tuaj, nuk I friksoheni asnjë lloj politike, nuk I friksoheni asnjë lloj lufte, nuk I friksoheni asnjë lloj gjëje që është e frikshme. Kjo është ajo gjë që unë dëshiroja të ndaja me juve. Ju kam shumë gjanë dhe shpresoj që të kaloni sa më bukur sot. Në qoftë se ke ndonjë pyetje, mos nguro të më shkruash në Instagram, mos nguro të më shkruash në Facebook, se kam edhe në Facebook, pavarësisht se janë të lidhura me njëra tjetrin, nuk është se është 100% e pavarur Facebooku, por edhe në YouTube shiko video të tjera. Kam shumë video të tjera në YouTube. Nëse se nuk I ke parë akoma, shko në YouTube dhe shikoj. Ka shumë video që ju do merrni informacione që nuk I keni marrë në asnjë faqe tjetër dhe këtë e them sepse vijnë informacione të cilat burojnë nga zemra ime, nuk I burojnë nga asnjë lloj gjëje tjetër, nuk burojnë nga asnjë lloj faqe tjetër. Janë komplet unike për ty. Ju përqafoj edhe ju kam shumë gjanë. Shpresoj ta bëjmë këtë me zemra, le ta provojmë mirë. Se më përpara e bëra një herë, por nuk funksionon më. Nejse, nuk funksionon më. Ndoshta nuk funksionon, nuk I kam idenë pse nuk funksionon më. Ju kam shumë gjanë, shumë gjanë. Buzë ju përqafoj, buzë të përqafoj si vresa të përqafoj. Faleminderit shumë që ishit këtu. Kalofshin një ditë plot gjëra dhe emocione të bukura që të lidhesh akoma dhe më shumë me zemrën tënde. Dhe shpresoj ta kesh kuptuar lidhjen që ekziston ndërmjet trurit, zemrës, shpirtit e me radhë. Bye bye.